këto 5 kohë musliman, ki kujdes mos fal saleh, namaz vullnetar. E para, kur dielli është duke lindur, në procesin e lindjes diellit nuk guxon me fal saleh, nafile, vullnetar. Nuk guxon me fal. Për shkak se Muhamedi alayhi salam ka thënë dielli lind mes dy brinave të shejtanit. Edhe mushrikin, ata që i bajnë shok Allahut azza wa jall, i bajnë sejdë diellit në lindjen e diellit edhe në prarimin e tina, kështu që në lindje nuk guxon më fal. Është fjala për namaz vullnetare, nuk ban me fal në këtë kohë. E dyta, në prarimin e diellit nuk guxon, në procesin e prarimit të diellit nuk guxon më fal. E treta, kur është dielli në kupën e qiellit, në mesin e ditës, kur është dielli nuk guxon më fal, derisa të kalon. Domethënë para ezanit me 4, 5, 10 minuta. Te na pak nashta më shumë, për shkak se na e shtym knena ezanin. Domethënë, këto është kupa e qiellit, na normal do të me thirr ezanin tamam të kalon dielli kupën e qiellit, ama na presëm edhe pak, e shtym ezanin knena. Domethënë nëse e kshyr me ezan, atëherë ti do të më lënë më shumë kohë, nashta 15-20 minuta para se më thirr ezani drekës. Në këtë kohë nuk ban më fal. Në sabat do të më lënë pak më shumë kohë, për shkak se procedura e lindjes diellit është pak më e gatë derisa të lind dielli komplet i plot. Këto 3 vakte nuk ban kurse si më fal. Tash jesin edhe 2 vakte tjera, mas kohës kur e ke fal namazin e sabahit, kur e ke fal sabahin, deri të lind dielli nuk është mirë me fal ti namaz vullnetar. Edhe dyta, masi që të ke fal ikindin, deri të praron dielli nuk është mirë që ti me fal namaz vullnetar. Ama kjo ka të baj veç me ty. Për shembull, është thirr ezani i ikindis, ka hi koha e ikindis. E ti se ke fal me njëherë. Ti e ke fal ikindin mas një sahate. Prej kohës kur ka hi ikindia, deri këto, kur ti e ke fal ikindin, ti ban me fal namaz vullnetar, nuk është problem. Kur e ke fal ikindin ti, deri ka praru dielli, nuk ban ma me fal ti namaz vullnetar. Ai tjetër e fal nashta një sahate 25 minuta, masi që ka hi koha e ikindis. Ai tjetër e fal me kohë, kështu që kjo është me ty, ka të baj me ty personalisht, domethënë si të falsh ikindin, ti nuk guxon me fal. Ai tjetri nashta falet për shkak se ai e fal ikindin ma vonë. E qartë, edhe të sabahi e njëjta. Lutim Allahun azza wa jalla na bëj prej muslimanëve të mirë.